Mirë mbrëma, jemi kthyer në muajin janar me emisionin Personazhe në fokus. Në radhë të parë do të uroj të gjithë shikuesit e emisionit Personazhe në fokus gëzuar vitin e ri 2026, kudo që ndodhen shqiptarët. Sot, në këtë ditë, në këtë muaj, jemi nisur pikërisht nga një qytet, qyteti i Myzëqes Lushnja, qyteti i dy kongreseve. Me mua sot janë dy historianë, zoti Ilirian Gjika dhe zoti Niko Ferro. Të dy do jenë përballë audiencës së emisionit Personazhe në fokus për na të treguar të gjithë historikun e kongresit të Lushnjës. Zoti Gjika, faleminderit që je sot me ne në emisionin Personazhe në fokus. Zoti Ferro, faleminderit që je me ne në Personazhe në fokus. Faleminderit dhe mirë se ju gjeta. Personazhe në fokus, zoti Gjika, ju jeni bërë një nga njerëzit që shpeshherë dhe zoti Ferra jeni pjesë e emisionit televizionit Apollon. Me shumë histori. Me televizionin Apollon kam një bashkëpunim shumë të hershëm, që është prej vitit 2005. Biles kam pasur me kolegë të nderuar si Maku Pone ose Gentian Banaj, kemi qenë pjesë shumë emisioneve të ndryshme. Kemi ta shpreh saktë, kemi qenë bashkëpunëtor dhe drejtues të ciklit të emisioneve vëzhgime historike dhe arkeologjike që vijojnë për një kohë të gjatë. Janë emisione të realizuara deri në vitin 2011, nga vitet 2005-2011, rreth 70 emisione që flasin për historinë e Trevës së Fierit, të Lushnjës, të Myzëqes, të Vlorës, Mallakastrës, të rajonit mëtej, Beratit, Kuçovës, ku kemi trajtuar ngjarje, përshkrime të ndryshme historike, personazhe dhe që vazhdojnë dhe vijojnë dhe sot që televizioni Apollon i transmeton dhe shohim veten me imazhin e tjetërsuar tashmë dhe do të më pëlqente që të rikthehesha përsëri në një cikël të tillë tashmë në një periudhë tjetër. Pse jo? Dhe do t'ja sugjeroja dhe kolegut Niko Ferro, një personazh i njohur i fushës profesionale, jo vetëm në Lushnjë, por edhe në rajonin për edhe në Shqipëri, që një cikël të tillë emisionesh për Lushnjën dhe Myzëqen ta zhvillonte me ju, që jeni një aset i televizionit Apollon dhe që kontriboni me punën tuaj, sidomos në aspektin e trajtimit historik të ngjarjeve, ku një pjesë e madhe e medias janë pak deficitare në këtë drejtim. Pjesën e historisë. Zoti Ferra, dhe ju, ose zoti Gjika, jeni pjesë shpeshherë i personazheve të ndryshëm në emisionet televizive të Apollon. Për mua është kënaqësi, asnjëherë nuk kam thënë jo. Kam marrë gjithmonë pjesë, edhe kur më kanë ftuar edhe në Fier, tek TV Apolloni, kam marrë pjesë. Jam pyetur të gjitha çfarë kanë pasur ata në lidhje me kongresin e Lushnjës, me kërkimet arkeologjike. Dhe është kënaqësi vërtet që me etnografinë. Me etnografinë. Për mua është kënaqësi që e nis vitin 2026 në këtë episod të ri, ose në këtë puntat që fillon viti i ri 2026, me dy figura të njohura në histori, si zotin Gjika dhe zotin Ferro. Pa humbur kohë, ne kalojmë tek ajo termi që unë kam nisur. Pikërisht Lushnja midis dy kongreseve. Zoti Gjika, ju i pari si mik në qytetin e Lushnjës sot, dhe pikërisht ne jemi në sallën ku është mbajtur kongresi i Lushnjës. Në shtëpinë e Kasëm Fugës ose në shtëpinë e Kaso Fugës, si quhen nga lushnjarët. Por unë do ta zhvilloj, preferoj në bashkëbisedim, në dialog me kolegun Niko Ferro. Ka pas një diferencë midis dy kongreseve. 28 apo 21 po theksoj, 21 dhe 31 janar, kur delegatët filluan të mblidheshin. Në 28 janar filloi punimet kongresi, përfundojnë datën 31 dhe pastaj kemi 15 gusht
15-24 gusht të vitit vitit 1920, që është kongresi i parë arsimor në Lushnjë dhe që i dha Lushnjës, si ka thënë, emërtimin qyteti i kongreseve. Dy kongreseve. Por unë do të theksoja dy gjëra dhe t'i lija mundësi Nikos që të flasi, sepse është dhe mikprici dhe është dhe njeriu që është marrë më tepër me këtë temë, ka dhe statusin edhe rolin për ta trajtuar gjerësisht. Kongresi i Lushnjës ka një rëndësi shumë të madhe, sepse me të rifillon jeta e shtetit shqiptar që vijon pa ndërprerje në ditët e sotme. Dhe së dyti do të kujtoj një shprehje të pjesëmarrësit të Kongresit të Lushnjës të janarit të vitit 1920, Sotir Pecit, i cili u zgjodh dhe nënkryetari i Kongresit të Lushnjës, i cili me krijimin e qeverisë Sulejman Delbinës, po në këtë forum do të kryente dhe funksionin e ministrit të arsimit. Dhe ishte ai iniciatori i thirrjes së Kongresit të parë arsimor në Lushnjë, dhe në ftesën që i bën pjesëmarrësve të Kongresit arsimor të Lushnjës gushtit të vitit 1920, thekson do të mblidhemi në Lushnjë si vend historik. Shton dhe diçka tjetër aty, dhe një vend i qetë. Sepse të futemi dhe në psikologjinë e kohës, ne shpesh e trajtojmë historinë si kronik, si një përshkrim që ka ndodhur në mënyrë po them eksakte. Jo, ka pas dhe subjektivizmat e tij, ka pas dhe kundërshtime që për Kongresin arsimor që mos zhvillohej në Lushnjë. Por e treta, një vend i qetë që ishte larg përballjeve, konkurrencave, sepse dhe një nga figurat kryesore për shkak se donit një grup ndërkombëtar si Modern Elbasan nuk mori pjesë ditën e parë të kongresit, dhe erdhi në vazhdim dhe është një figurë e shquar vetë kryetari i Kongresit të parë arsimor, që është pikërisht profesor Aleksandr Xhuvani. Zoti Ferra, ju keni diçka që të shtonë? Jo, thjesht ta plotësoj se ditën kur u hap kongresi, ishin vetëm 7 delegatë. Nuk ishin ardhur të gjithë. Po ditën tjetër u plotësua numri, 13. Dhe mua do më pëlqen shumë të shtonim detaje, se pak a shumë një histori të përgjithshme edhe dihet, por edhe teleshikuesit që na ndjekin në këtë moment fare mira i klikon një material në motor dhe kërkimit dhe i gjen. Ka shumë materiale, por kjo që të ngul pikërisht kjo udhëheq po na fut Niku është më interesante. Të japësh detaje sepse ne themi që erdhën, po ishin gjithë ato ditë. Mihal Belkameni u smor dhe në disa mbledhje nuk mori pjesë. Çfarë detajesh ka? Mosha mesatare e tyre ishte 35 vjeç, më i vogël ishte 28. Më i madhi ose dy më të mëdhenj ishin 55. Pra imagjinoni që të rinjve 35 vjeçar ju besua një kongres kombëtar pedagogjik, sepse kështu e cilësojnë ata në letër, dhe është i pari që vjen pas pavarësisë. Që u mor me riunifikimin, me bashkimin, me çështje që kishin hasur menjëherë pas përfundimit të luftës. Me njëherë kalojmë të pyetjet e radhës për të i dhënë sa më shumë shikuesve se çfarë është Kongresi i Lushnjës dhe çfarë është Kongresi arsimor po në një qytet. Ajo që unë përmenda pak më lart, qyteti midis dy kongreseve, cila ishin rrethanat kombëtare dhe ndërkombëtare që çuan në thirrje të Kongresit të Lushnjës. Në që se ju jeni drejtuesi pyetje studiuar mirë nga ana juaj. Pyetje profesionale. Dhe kërkon, domethënë, një shpalosje të madhe të fakteve. Nga konferenca e paqes te Kongresi i Durrësit dhe marrëveshja Titoni Venizelos, domethënë. Po, patjetër. Dakor. Po le ta themi, mua më pëlqen, do të citoj fjalën e Luiz Gurakuqit. Por nuk ngeli më asgjë për shqiptarët. Jo vetëm që nuk i kthyen përgjigje, as telegrameve, as protesta, as memorandumeve, vetë si të ngrihen dhe të organizohen të marrin dorë fatet e dheu të tyre. Kjo e shpjegon shumë bukur Luiz Gurakuqi në letrën që e dërgonte
një tjetër patrioti. Si ishte situata? Tmerrsisht e vështirë, e jashtëzakonshme dhe e keqe për të ardhmen e shtetit shqiptar. Fuqitë e mëdha ja kishin vënë syrin për ta ndarë Shqipërinë. Ata e quajnë eksperiment të dështuar për anglezët. Por që realisht shqiptarët nuk i lanë të bënin shtetin. Dhe atëherë, menjëherë pas largimit të ushtrisë austro-hungareze nga Shqipëria dhe pushtimi i territorit nga forcat italiane, atëherë kur u zgjodhe qeveria e Durrësit, italianët këmbgulën që mos ishte një qeveri, por që t'ishte thjesht një komision që të merresh me çështje të vogla. Po shqiptarët e dinin shumë mirë, sepse përpara 12-ës nuk e kishin këtë eksperiencën e vetvendosjes që thot Sulejman Delvina. Pra, ata ishin më të përgatitur, i kishin mësuar dredhirat se si funksiononte poshtë tavolinës dhe këto marrëveshjet e fshehta. Dhe e dinin shumë mirë. Përpjekjet ishin të mira, unë mendoj që duhet vlerësuar qeveria e Durrësit vetëm për momentin e zgjedhjes. Do ta sqaroj më mbrapa pse. U caktuan pikat se çfarë do të bënte. Por problemi ishte se kjo qeveri me atë gjykimin që ajo mendonte, e shikonte të ardhmen e shtetit shqiptar me mbështetjen italiane. Këtu ata gaboheshin. Sepse lëshuan, aq sa vuan dhe në pikpyetje të ardhmen e shtetit shqiptar. Po ku qëndronin italianët? Po të marrësh të gjithë dokumentacionin te dokumentat diplomatike italiane, ti përkthesh dhe ti shikosh, aty është të vesh duart në kokë. Po kur e them të vesh duart në kokë, se më dhimbset si vend, dhe thuhet, kur u firmos marrëveshja që përmendën e kolegu Titoni Venizelos, 1919. Në datën 30 i dërgoni letër njëri tjetrit. Shqiptarët kurse si nuk duhet të marrin vesh çfarë po ndodh. Nuk duhet të zbulohesh e vërtetë. Dhe në qoftë se ju pyesin, mjafton të deklaroni që është thjesht pikpamje mendimesh. Dhe kur delegacioni i qeverisë së Durrësit vajti në gusht, sepse bëri dhe një marrëveshje që ishte akoma më e dëmshme, që ose ti de facto kërkoje, tani pranohet dhe de jure mandatin. Edhe aty ata nuk i thanë të vërtetën. Pra në konferencën e paqes Paris, delegacioni i qeverisë së Durrësit nuk i thanë të vërtetën. Mehmet Konica, Mihal Turtulli, në mos gaboj, Luiz Bumçi, me Luiz Burakuqi dhe ishte plotësim i marrëveshjes i traktatit fshehtë të Londrës, për arsye sepse me përfundimin e luftës parë botërore në nëntor të 1918-s, Shqipëria u pushtua nga forcat italiane, që ndoqën ato austro-hungareze, forcat franceze u tërhoqën nga krajina autonome e Korçës, dhe Shqipëria u morë në kontrollin italianëve deri në vendosjen e fatit përfundimtar të saj nga konferenca e ambasadorëve, nga konferenca e Versailles, ku Antanta fituese do të imponohej bllokut qendror humbës. Këtu ishte vënë në pikpyetje prej kohësh pavarësia e shtetit shqiptar, të paktën që fuqitë e mëdha kur përpara luftës parë botërore në 29 korrik të vitit 1913 në konferencën ambasadore në Londër, krijon atë që quhet Shqipëria londineze, 28.748 kilometër katror. Por në luftën e dytë, në luftën e parë botërore, për tërhequr Italinë nga bloku qendror ose Aleanca Trepalçe, ku bënin pjesë Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia, me Antantën e atëhershme të vitit 1915, ku bënte pjesë Britania, Franca dhe Rusia, sepse në vitin 1917 me Antantën u bashkua dhe SBA-ja. Për të rrequr Italinë, ju propozua traktati i fshehtë i Londrës, 26 prilli 1915. Italia nënshkroi dhe kaloi nga bloku qendror në anën e Antantës. Po çfarë parashikonte traktati i fshehtë i Londrës? Traktati i fshehtë i Londrës parashikonte që mbi Drin, mbi lumin Drin, tokat shqiptare pas luftës i jepeshin Serbisë dhe Malizi.
Vlora dhe Hiderlandi ose prapatoka e saj dhe ishulli Sazanit të ishin pjesë e Italisë. Korçat e Gjirokastra nën Vjos të ishin pjesë e Greqisë dhe shteti i cunguar shqiptar nga Drini deri në lumin Vjos të ishte një protektorat italian. Lufta e parë botërore përfundoi në janar 1919 nisi punimet e konferencës e Versailles në Paris, ku tashmë mendohej në opinionin ndërkombëtar dhe në opinionin kombëtar në Shqipëri që do të zbatojë traktati i fshetit Londrës. Ndërkohë, patriotët shqiptar duhet të them këtë që italianët nuk i dhanë vizën, madje dhe dokumentat që delegacioni shqiptar të ishte prezent ditën e hapjes, kanë vajtë me vonesë, kanë vajtë me 15 shkurt. Pra kishin humbur ca mbledhje. Dhe atje di shumë mirë që këto ishin lobime. Ideja e tyre, sepse këtë doja të thosha, Niko, në 25 dhjetor të 1918 mblidhet patriotët shqiptarë mblidhen në Durrës në atë që quhet Kongresi i Durrësit. Ideja ishte që të hidhej poshtë traktati i fshetit Londrës, mentaliteti, qëllimi, ambicet e patriotëve shqiptar, të rishikohesh pra drejtësia që ishte bërë konferencë ambasadorëve në Londër në 1913 me territoret shqiptare që ishin coptuar, të merri Shqipëria nën administrim dhe të dërgojë një delegacion në konferencën e paqes në Paris, ku të kërkoheshin të gjitha këto që sapo shpreha më parë. Por marrëveshja Titoni Venizelos midis ministrit i jashtëm të Italisë Titonit dhe kryeministrit grek Venizelos ishte një rikonfirmim i traktatit të fshehtë të Londrës. Dhe sipas saj, Serbia dhe Malizi ose asaj që do të mbretërisë serbokroate slovene që u krijuan në Versailles dhe që mori në 1929 në Jugosllavi të jepej territorin mbi Drin, Korçët dhe Gjirokastër do të ndryshonte Italia që ti merrte Greqia, e cila ishte në tratativa për marrjen e territorëve të tjera në kurrizë të perandorisë, në hapësirën e ish perandorisë osmane. Italia do të merrte Vlorën dhe Sazanin, shtetin shqiptar do të kishte protektoratin, por kishte edhe një modifikim. Siguroja se anësimi i kalimit në kanalin e Korfuzit dhe Italia merrte me qira për përdorim për 50 vjet portin e Sarandës. Kjo marrëveshje Titoni Venizelos, 29 korriku të vitit 1919, nxiti pastaj patriotët shqiptar që të mblidheshin në Lushnjë, ndërkohë që Kongresi i Durrësit, qeveria e Turhan Pashës dhe kishte rënë Turhan Pashtuneti kishte rënë në ndikimin e italianëve. Dhe këtu tash kemi një, nuk mund ta them, nuk më lejohet që ta them një lojë, por kemi një veprimtari antikombëtare të Kongresit të qeverisë Durrësit ose të Kongresit Durrësit, i cili pengon mbledhjen e patriotëve shqiptar në Lushnjë dhe fare mirë këtu mund të futet me detajet, mund të fokusohet. Unë do të shtoja, do ta merrim çik atë nga për të drejtën ndërkombëtare që e përmendë Sulejman Delbina. Ta fillojmë si u futën italianë në Shqipëri. Se po e trajtonin Shqipërinë sikur e kishin marrë dhe kishin bërë gati. Kjo ishte ajo që patriotët e krau kombëtar i shuan njëri tjetrit. Që pse këta sillen kështu? Pse veprojnë ndryshe dhe ne na thonë ndryshe. Kur lufta kishte mbaruar, ngrihet një ditë të bukur Piacentini dhe e shpall gjithë territorin shqiptar, zonë luftimin, ndërkohë që lufta kishte mbaruar. Por ishte bërë që të kontrolloheshin postat. U vu një kontroll i rreth që mos të vite me asnjë gazetë në jashtë vendit. Nuk duhet të merrni vesh shqiptar çfarë të ndodhte. Të rikthehemi tek lundrat bilumejse, nuk ishte e drejta ndërkombëtare. Të rikthehemi pak atje. Italianët u futën pa deklaruar luftë. Shkelën asnjë anësim që kishte vënë Prince Vili. Nuk e morën fare parasysh. Shqiptarët besonin se ato 14 pikat që s'ishin traktat që kishte deklaruar Wilsoni dhe duke qenë se nuk ishin traktat dhe asnjëra nga fuqitë nuk kishte frymosur, ato ishin shumë shpejt u pa që ishin një iluzion, përkundazi nuk shërbenin fare për shqiptarët, por shërbenin për popujt e shtypur që ishin në nënsundimin e austro-hungarezëve.
Fati mirë çfarë ndodhi? Nuk e kishte Rusin. Pra kishin 4 fuqi të mëdha që po vendosin. Kishte një Amerikë që deri në mars të 20-s nuk e kishte idenë të Shqipërisë së Jugut, pavarësisht se këtu solli ambasadorin konsullin e Torinos, që bëri një vizitë haven këtu, për të pyetur që këta ortodoks të Jugut janë grek apo thjesht ortodoks që ta shqytur ortodoks grek. Sot është ortodoks shqiptar. Këtu lozin fuqitë të mëdha. Në gjithë këto marrëveshje të fsheta në një tavolinë pa marrëveshje me shqiptarët, si u zgjodh pikërisht Lusha, një qytet pritës për të bërë këtë ngjarje kaq madhe historike? Po, do dalim aty. Kjo është situata ndërkombëtare dhe kombëtare që çoi në Kongresin e Lushës. Nga ndërkombëtare do futemi brenda se lufta në dy fronte, jashtë dhe brenda. Kishe një Francë që ishte kundra, kishe një Angli që ishte pra kundër, kishte një Wilsoni që ende nuk e kishte ndarë mendjen, pra duhet prisim zhvillimet e pas Kongresit, kishte edhe një Itali që deri diku pranonte kufinë e 13-s, po të pjesës veriore, të pjesës jugore nuk garantonte. Këtu i përçahu, sepse duhet ta themi, në prill italianët vetë u tërhoqën nga konferenca e paqes. Në nenin 5 të kushtetutës të Italisë, politikën e jashtme e bën mbreti. Mbreti kishte njerëz dhe time të besuar, po mbreti pati dhe njerëz që bën edhe gabime. Gabimi ishte i pari që Italia si fuqi e madhe vajti në shkujtë me një fuqi të vogël që ishte Greqia në atë kohë. Pra, u quajt si një ulje e statusit, apo siç e quajnë ata, më e madhe të Medvegjevit. Ata patën mundësi që të korrigjonin, por këmbgulja e tyre ishte që ta kishin në dorë gjithë Shqipërinë edhe synimi ishte për në Maqedoni. E thot Kastoldi. Kastoldi kishte ardhur këtu që është në 1903-shin, njihte shumë mirë gjuhën njihte shumë mirë turqisht, njihte shumë mirë dialektin bullgar, po edhe shqipen. Pavarësisht se ai thotë se ai e njihte shumë mirë. Madje kishte shtrirë dhe tentakulat edhe për të korruptuar. E ke në burimet që i ofronte lek, vetëm që të tërhiqeshin nga ekstremizmi. Dhe në letërkëmbim që pati me Luigi Murakuqin thoshte, të vetmin problem e kanë vetë shqiptarët nacionalistë. Ata e kanë problemin. Italia është këtu për të ndihmuar. Pikërisht këto janë të gjitha fakte dhe të fakte në besojtë në histori. Në dokumenta diplomatike italiane. Domethënë sot ka një arkiv të pasur dokumentar që dëshmojnë për zhvillimin e këtyre ngjarjeve. E dëgjova me vëmendje kolegun Ferro, por duhet të sqaroj që flasim për jemi në vitin 1920. Pa e ngatruar me, domethënë, flasim për për ambicet imperialiste ose për imperializmin në 19-ën, 20-ën, ambicet e imperializmit italian, pa e ngatruar me fashizmin, që ndjek një tjetër politikë agresive në vitin 1920. Ju përmendët Viktor Emanuel III, i cili ishte aktiv deri në vitin 1922, kur fillon dhe pastaj fashistët që e anashkalojnë dhe i marrin atributet e zhvillimit i politikës jashtme agresive, por që luftën e Vlorës ishte derivati i Kongresit të Lushnjës, të paktën Mussolini tek gazeta Avanti që shkronte kishte quajtur një caporetto shqiptare. Caporetto ishte disfata më e madhe italiane në luftën e parë botërore. Dhe mblidhemi vim në janar, sepse e kuptoj dhe padurimin tuaj. Jo, historiku është shumë i gjatë që ne duhet ne të tjerë. Mos të vëmë janar, qëndrojmë pak sepse duhet hedhur dhe ideja. Dakor. Jam shumë dakord me ju, po duke i rënë pak pyetje se historikun duhet ka pafund. Po sepse duhet ta nisim me idenë e thirrjes së Senatit. Dakor zoti Ferra, atë të lash të flisje dhe unë të bëra një pyetje ty të pari. Si u përzgjodh Lushja si qytet pritës për këtë ngjarje historike? Këtu qëndrojnë. Ideja e thirrjes së një kongresi është të hedhur në shtëpinë e Dyl Hypit në Durrës. Me datën 30 nëntor.
Aty është biseduar me eksponent të krahut kombëtar dhe Komitetin Mbrojtje Kombëtare të Kosovës. Po përpara se t'i drejtoheshin Sheh Karbunarës, ata ju drejtuan vrionasve që ishin pro Kongresit, jo vrionasve që ishin me qeverinë e Durrësit. Dhe i pyetën që ne kemi menduar të bëjmë një kongres. Keni ndonjë gjë në kundërshtim? Përgjigjja ishte pozitive që nuk kishin kundërshtim, por që ishin pro Kongresit. Kthehen inxhinier Eshrefrashi dhe i drejtohen Sheh Karbunarës. Është mbledhje për jetë apo vdekje. E merrni përsipër organizimin? Këtu më pëlqen roli i Sheh Karbunarës, që tregon që është politikan. Nuk e tha përgjigje me njëherë. Por, tha, dua disa ditë që të bisedoj me parjen e vendit. Këtu unë do të jap një detaj të vogël për ata që duan të vazhdojnë për juridik, por që të kapin Kongresin e Lushnjës në aspektin juridik. Kush mund ta zhvillonte një mbledhje kombëtare? Bashkia, nën prefektura dhe Këshilli Bashkiak. Këto të tretë duhet ishin pjesë e një qyteti dhe duhet të garantonin një mbledhje kombëtare, një lloj siç u zhvillua dhe në Durrës. Se kongresi mund të ishte bërë edhe jashtë qytetit, por do kishte bazë ligjore. Pra, u pyetën këta zotërinj. E morën përsipër. E merrnin përsipër. Tani nuk ishte thjesht këtu do vi do bëhet një mbledhje. Duheshin organizuar forca vullnetare që të ruanin kongresin. Ky ishte thelbi. Me habit faktin sepse në bibliotekat ose edhe në ato që kanë shkruar Akademia e Shkencës, nuk ka një libër për Kongresin e Lushnjës, e them publikisht. Monografi. Nuk ka një monografi. E përmendën sikur këtu ishte qendra. Mund të jetë qendra, por ishin rrethanat që vetëm këta e morën përsipër. Faktori politik, i gjithë faktori politik. Këta e morën përsipër. Nuk gjetin mbështetje. As në Tiranë, as në Krujë, as në Shkodër, as në Berat. E thot vetë Feril Vokopola, që ka dhënë dëshmimin, edhe thot që këtu gjetin mbështetje institucionale. Kjo duhet vlerësuar edhe në shikuar edhe në aspektin ligjor. E morën përsipër. Ngritën dhe një komision. Në dokumentan e na dalën 22. Por ne kemi 28 letra. Po duhet ta serojmë që ata 6 tjerë çfarë ishin. Ishin 9 komisioner që u morën me veshmbathjen, strehimin, po u morën edhe me gjetjen e armëve dhe forcat vullnetare, sepse qeveria e Durrësit Qyteti i Lushnjës u zgjosi një qytet që ishte në qendër apo thjesht Ishte vetëm në qendër të vendit, një. Qendra ishte, por Ishte e dyta mori përsipër nga ana institucionale organizimin, por edhe nga ana logjistike, sepse jemi në janar të 1920-s. Duheshin strehuar delegatët. Duheshin strehuar vullnetarët që erdhën për ta mbrojtur atë, sepse qeveria e Durrësit ndërmori hapa ekstrem për ta penguar. Nikua përmendi Abdy Lypin në 15 dhjetor të vitit 1919, ai do të vritet me një atentat, ku kishte gisht qeveria e Durrësit. Qeveria e Durrësit pengoi nëpërmjet xhandarmarisë, kërkoi dhe ndihmën e italianëve për të ndërhyrë dhe ushtarakisht, bëri presione të jashtëzakonshme. Pra, në këto kushte vetëm lushnjarët e morën, ta themi, qyteti i Vizëqes. Mbledhja është bërë atje në pikërisht në teqen e Karbunarës, në drejtimin e Sheh Ibrahim Karbunarës, ku rolin kryesor e luajti kam përballë fotografinë e kryetarit të bashkisë, nga protagonist kryesor Besim Nurit. Kemi Ferit Vokopolën. E një sër emrash që Nikua mund t'i e ka më të lehtë mund t'i thjeshtoj dhe pastaj të vim që t'i japim ritëm emisionit në datën do të mlidhej u lajmëruan, i kanë lajmëruar lushnjarët, nuk kishte post, shkuan me atë metodën tradicionale, me ku ai kanë shkuar, në Shkodër, në Korçë, në Vlorë, në Gjirokastër për t'i lajmëruar. Komisioni i veçantë, njerëz të besuar morën përsipër. Do të mbledhej në 21 janar, nuk u mblodhën dot gjithë dhe u mblodhën në 28 janar ku filluan dhe punimet. Do u mblodhën pikërisht në këtë sallë. Sot. Se u mblodh 21.
Që ma kanë bëja pyetjen, po. Detaj vogël, se nuk është se jemi. Pse 21, pse s'u mblodh 20? Po pse s'u mblodh 22? Po 22. Po. Në datë 20 u hoqë ndalim qarkullimi. Italianë që i kishin vendosur në të gjithë krahinat. Dhe 21 mund të lëvizje lirisht midis krahinave. Prandaj dhe kjo data është zgjedhur menjëherë pas ndalim qarkullimit. Kush ishin delegatët më të spikator dhe cilët ishin zonat që ata përfaqësonin në këtë kongres? Do trajtojmë ju zoti Ferra para që Unë mendoj që i kthehemi zotës Gigat. Kush organizoi kongresin, të thash janë dy organizata politike, Krahu Kombëtar dhe Komiteti Mbrojtje Kombëtare e Kosovës. Këtu ishin eksponentë më të mirë, patriotë të papërlyer, por që e donin Shqipërinë me shpirt dhe zemër, dhe vepruan duke mbështetur tek forcat vendase. Mund të fillojmë të përmendim, më i vjetri ishte Aqif Pasha Elbasani, që u zgjodh edhe kryetari i kongresit. Soti Peci u zgjodh edhe nën kryetar, Koço Kote sekretar bashkë me Ferit Bokopola. Tavolina përballë, kryesor përballë. Atëherë që kemi sot në shtëpinë ndryshimi në kongresin e Lushnjës u ftuan dhe ato krajina që ishin në okupacion, serb dhe italian. Kurse në ato të Durrësit nuk mundën të merrnin pjesë. Por mori pjesë Kuksi me Peshkopin që ishin prezent serbo-kroato-slovenët. Ishin 51 delegat që të vinë në ditët në vijim. Pra këtu jemi. Këtu pasaj ndalemi sa të doni dhe flasim detaj. Nuk duhet të kthehemi aty, do të kthehemi zotit Gjika sepse për të balancuar që bisedën më mirë dhe për të thënë përveç figurave të ardhura nga rreth që përfaqësoni Krahinën dhe Shqipërinë. Prefektura dhe Shqipërinë. Lushnja vet, kishte figura brenda? Lushnja ishte në prefekturën e Beratit. Domethënë u përfaqësua në aspekt Lushnja që ishte më aktive në rangun e prefekturës së Beratit, ku bënte pjesë Fieri, Mallakasta dhe Skrapari. Dhe vetë prefektura e Beratit. Salla është pikërisht kjo që është mbledhur, që është këtu. Të qartësoj, nuk mori pjesë komisioni prej 28 vetash që sqarojnë Nikua. Disa nga pjesëtarët më në zë të komisionit, siç ishte Ferit Bokopola, Sheikh Ibrahim Karbonara, Lazar Bozo, Besim Nuri. Dhe në kryesinë e Aqif Pash Elbasanit, këtu morën vendimet më të rëndësishme. Të sqaroj një aspekt teknik, përballë janë vendosur portretet e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit. Dhe ishte një figurë që vinte nga arsimi, Nikolaq Progri, mësuesi ishte drejtori i shkollës plotore, i cili vendosi këto dy simbole, të cilat i gjejmë sot përfaqëson simbolikën e institucioneve zyrtare në Shqipëri. Skënderbeu dhe Ismail Qemali kanë fillesën në këtë sallë ku jemi. Ndërsa në mos gaboj, në prefekti Veli Vasjari, solli dhe vendosi flamurin kombëtar. Kjo ishte simbolika. Në këtë simbolik dhe me këto banka, nuk janë originalet, por janë bankat e nxënësve të shkollës, janë banka me përmasa të vogla. Shkruan Niko Ferro në shkrimin për katës të tij, po nuk janë to, të sqarojmë. Nuk janë to. Por janë bankat për masave të nxënësve të shkollës plotore, pra të shkollës fillore. Dhe vendimet më të rëndësishme ishin: e para u hodh poshtë traktati i fshet i Londrës. Do kalojmë te vendimet. Cilat ishin vendimet e rëndësishme që mori kongresi për fatin e shtetit shqiptar? E para hodhi poshtë traktatin e fshet të Londrës. Rikonfirmoi Shqipërinë londineze, vendimin e kufin të 13-s. Hodhi poshtë traktatin e fshetë të Londrës, rikonfirmoi kufit e përcaktuar në 29 korrik 1913 nga konferenca ambasadorëve në Londër, i bëri me dije konferencës Versajës qëllimin e popullit shqiptar dhe ngriti komisionin e ri, delegacionin që do ta përfaqësonte vullnetin e popullit shqiptar në konferencën e paqes në Versaj, në Paris. Vendimet e tjera pastaj ishin vendime që kishin të bënin me krijimin dhe organizimin e shtetit shqiptar.
u krijua Këshilli i Lartë që do të luante rolin e regjencës. Nuk u kundërshtua vidi i cili për cilin paraqiteshin për monarkun paraqiteshin dy precedent. E para, vidi nuk ishte abdikuar nga froni. Ishte larguar nga Shqipëria në vitin 1914. Shqipëria ishte principat, por vidi kishte një precedent rrezikshëm sepse kishte marrë pjesë i kapiteni i ushtrisë gjermane në luftimet e Gjermanisë, ishte një shtet humbës i bllokut qendror. Personalisht që si person. këtu hidhen Se këtu është palli neutral. Këtu është palli neutral. Plus pastaj hapat e institucioneve. Pra u krijua Këshilli i Lartë i Regjencës, që përbëhej Këshilli i Lartë, që do të luante rolin e regjencës, që përbëhej nga 4 personalitete, të cilët u përzgjodhen sipas përkatësive fetare. U vendos ekuilibri në këtë drejtim, të cilët ishin Aqif Pash Elbasani, ishin Abdi Toptani, At Luig Bumçi dhe Mihal Turtulli. U krijua Senati, që do të luante rolin e një parlamenti prej 37 personash, dhe u krijua dhe qeveria e Sulejman Delvinës, e cila përbëhej nga kryeministri Sulejman Delvina, zëvendës kryeministri e shef Frashëri, kemi Ahmet Zogun, këtu fillon karriera politike e Ahmet Zogut në kongresin me qeverinë që doli nga kongresi Lushi si ministër të brendshëm, kemi Ndodh Çobën ministër të financave, kemi Sotir Pecin, personazh që do të zhvillojnë, do të ishte iniciatori i kongresit arsimor, që është ministër i arsimit, Mehmet Konicën, ministër të jashtëm, dhe nuk e di kë kam lënë pa përmendur Hoxha Kadri Prishtina, që ishte ministri i drejtësisë, dhe ajo që ishte më rëndësishme është dhe miratimi i kushtetutës së re tashmë të shtetit shqiptar, që është statusi i Lushnjës, e cila vjen pas kanunit të përshtatshëm të administratës civile. Nga këtu nisën themelet e institucionit shqiptar vazhdojnë pa ndërprer deri në sot. Kushtetuta. Po, sa i rëndësishëm ishte ky kongres në ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë së Veriut? Në aspektin ndërkombëtar, ai rikonfirmoi pavarësinë. Ata ishin të vetëdijshëm që pavarësisht kërkesave që mund të kërkoheshin për Kosovën apo pjesë të tjera që kishin humbur, u treguan pragmatik. Pra të sigurojnë këtë që edhe këtë po e vinin në pikë. Që ishte konfirmuar në Londër. Por nuk hoqën dorë nga ato të tjera. Hoxha Kadri Prishtina përfaqësonte edhe pjesën tjetër. Unë mendoj që në aspektin ndërkombëtar, Kongresi i Lushnjës i tregoi mbar botës se shqiptarët nuk ishin ai eksperimenti dështuar siç e paraqisnin, por që dinë të bëjnë shtet, por vetëm t'i lini që të bëjnë shtet. Sepse sa herë që patën përpjekje, ke shpërthimet nga jugu, nga veriu, ke revoltën po përsëri mbështetësit e Esadit. Pra të gjitha këto Kongresi i Lushnjës ruajti territorialin. Bëri me dije, faktorizoi ndërkombëtarisht çështjen shqiptare. Dërgoi delegacionin në Versailles që e realizoi këtë. Hyri në tratativa pasi u vendos qeveria në Tiranë, sepse Tirana u zgjodh kryeqytet. Se pikërisht u zgjodh nga Lushnja. Pengesat edhe gjatë zhvillimit të kongresit, qeveria e Durrësit mori masa. Ka bërë këtë pyetje sepse shpesh dilemat e qytetarëve sot thonë, ja në kongresi i Lushnjës neve na zgjodhi Tiranën kryeqytet, nuk bënin Lushnjë, nuk e lanë Lushnjë, se pikërisht u zgjodh Tirana. Shqipëria kishte një kryeqytet të njohur ndërkombëtarisht, ishte Durrësi. Princ Vili ishte larguar nga Durrësi në ditët e para të shtatorit 2014, kur filloi lufta e parë botërore dhe u prishin ekuilibrat që garantonin principatën e Shqipërisë. Dhe ideja e qeverisë së dalë nga kongresi, domethënë idetë e vendimeve ose qëllimi i vendimeve të kongresit të Lushnjës, që qeveria të vendosin kryeqytet në Durrës. Në rezistencë me
Forcat e Kongresit dhe të qeverisë së Durrësit u pa, dhe ajo që përmendi Nikua, dhe veprimtaria e një qeverie shqiptare mërgjim, që ishte qeveria e Sat Pashtoktani, që luante një rol antikombëtar këtu, u vendos që në këmbguljen në autoritetin veprimet energjike të ministrit të brendshëm Ahmet Zogut, i cili hapi rrugën me forcë, me tratativa me italianët në Kavaj që i penguan, vendosi autoritetin në Kavaj dhe bën kthesën për në Tiranë që qeveria të vendosej përkohësisht derisa të zgjidhej problemi me qeverinë e Durrësit, e cila tashmë kur pa se nga nonte vullneti i popullit shqiptar, e mbajtur me paterica italiane, për shpreh këtë, filloi të negocionte dhe të lëshonte qeverisë të Sulejman Delvinës. Dhe Tirana mbeti kryeqyteti i Shqipërisë. Është me një detaj ta plotësoj Niko me vendimin e 11 shkurtit të dokumentat që kanë dalë, kanë treguar që ata zgjodhen Shijakun kryeqytet për 24 orë. Duhet të them. Por në biseda që ata bënin me njëri tjetrin, Hoxha Kadri Prishtina i ka dërguar një letër që ne kemi edhe këtu në muze, ja ka dërguar Ahmet Zogut. Flitet se kryeqyteti ka më upru në Tiranë. Kjo bisedë është bërë kur ishte zgjedhur Shijaku. Nuk di sa e vërtet është, por nëse kjo përshpëritje është e vërtet, është me vend. Kjo janë fjalët që thuhet. Në biseda që janë jo në dokumente, por në dorëshkrime, thuhet që shteti donte institucione, nuk ishte ndërtesa. Ministria e Luftës ishte në çadër. Dhe u përzgjot Tiranat si përkohësisht. Toptana, si duhet ta themi. Toptana si ishin pro Kongres. Ana e Abdi Toptani. Abdi Toptani ishte antar i Këshillit e janë këtu se kemi ne ndërtesë të lartë. Dhe u vendosën aty në datën 11. Dhe unë kam dhe një dokument që thotë në datën 11 u vendosën në Tiranë dhe u pranua si kryeqytet. Kështu e pra, ka 11 shkurti i vitit 1000, ta themi se është e rëndësishme, 1920, si rezultat i këtyre zhvillimeve, tratativave, pse jo, edhe raporteve të forcës midis tre palëve, qeverisë së Sulejman Delvinës, qeverisë Durrësit, italianëve që kontrollojnë ushtarakisht, Shqipërinë u vendos kryeqytetin Tiranë dhe nuk ka lëvizur për asnjë moment nga Tirana. Prej 11 shkurtit 1920, si derivati i zhvillimeve të Kongresit të Lushnjës, Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë. Në 1925 u bë dhe zyrtarisht. U vendos Tirana. Para se ne të kalojmë te pyetja tjetër zoti Gjigja dhe zoti Ferro, unë bëj një pyetje partikolare dhe nuk më dha asnjëri nga ju një përgjigje. Do të përpiqem. Kush janë figurat e qytetit të Lushit që ishin pjesë në Kongresin sot, po shikojmë shumë figura që ka thashë tema ndryshe që historia po ngatrohet, historia po futet figura të paqena, figura të qenura. Të mos futemi në këto subjektivizma. Po thjesht ata figura Lusha me vërtet që ka qenë pjesë e Kongresit zoti Ferro dhe zoti Gjigja. Kush do ta japë përgjigjen e parë? S'ka problem, do bëj vetëm është shumë, unë kam shumë thjesht, vetëm të lexoj emrat e portreteve të vendosura në muret e sallës së Kongresit të Lushnjës. A të përdor një përgjigje pak diplomatike? Pikërisht këta njerëz që nuk i futemi, le të vinë, të njihen me historinë. Juve këtu po shkëputeni nga e përgjithshmja, po vini ke vendorja, ke lokalja. Sepse doja t'ju ndërcoj pak më parë kur folëm për Tiranën, kryeqytet. Sepse sot juve ndani jetën si gazetar, midis dy qyteteve. Domethënë, pasi u siguruat për Tiranën, që kur u shpall kryeqytet si banori i kryeqytetit, tashmë ju doni të garantoni tashti edhe Lushnjën, domethënë për të sankcionuar plotësisht për të transmetuar tek publiku pjesën e historisë së saj. Atëherë duke qenë se qytetarët lushnjar e kanë qytetin e tyre. Pretendohet ka dhe një lëvizje të vjetër, që Nikua është pjesë e saj dhe që nuk është realizuar. Qëllimi është që festë kombëtare dhe sepse ishte një kongres me vendime të rëndësishme, por kjo është specialistët e fushës hedhin i det. Të tjerat pastaj vendimarrjen e kanë në dorë pikërisht institucionet
e larta shtetërore, institucionet e zgjedhura që shprehin vullnetin e popullit, që jemi në një sallë pikërisht ku ka sunduar dhe ku ka udhëhequr fryma demokratike. Pra, roli, të themi dhe këtë, që roli i demokratizimit, hapat e parë për demokratizimin e shtetit shqiptar, hodhin pikërisht në Lushnjë. Shumë pranë kanë qytetarët lushnjarë. Le të vinë dhe të shohin portretet në mur. Specialistët nuk u mungojnë. Muzeu është gjithmonë i hapur dhe është i kompletuar me detaje etj. Dhe nuk ju kushton më shumë se 20 minuta, një orë e mirëfillt muzeologjie dhe historie. E zoti Fere, pas atë tek ju, do të kaloj tek ju, po kam diçka me zotin Gjika sepse sepse shpesh zoti Gjika e përmend gjithmonë Lushnjën si një nga qytetet e kongreseve, gjithmonë pasi ka qenë pjesë gjithmonë të emisione televizive, ashtu si dhe ju. Por shpesh unë e ngacmova zotin Gjika pasi ishte pak dalur nga qyteti i Lushnjës dhe ndoshta na jepën diçka konkrete, po pikërisht ai e la aty te pjesa e demokracisë brendshme që diçka zgjidhet brenda vetvetes dhe jo për dalur jashtë saj. Disi që unë do të rikthehem ty, keni diçka ju për të shtuar për këtë pyetje time? Duhet të vlerësuar roli i komisionit zgjedhtar, 28 burra. Po duhet të vlerësuar edhe 2 delegatë. Kemi të ndërgjegjshëm, Mazar Bozo dhe Sheh Ibrahim Karbunara, pastaj Besim Nuri, kemi pastaj nën prefektin, Ferit Vokopolën, Velivasiarin, por edhe 1200 forca vullnetare që erdhën në mbrojtje të kongresit. Nga gjithë periferia. Vendash emrat janë. Duhet përmendur të qytetarët e Lushnjës atë kohë që i pritën dhe i mbajtën. Le ta themi, mua më pëlqejnë fjalët e delegatit të Gjirokastës, Velia Shorva, që thotë në fund të fundit, asnjë nuk ngeli jashtë, asnjë nuk ngeli pa ngrënë. Të gjithë u bujtën. Pra, Kongresi i Lushnjës nuk u bë vetëm në këtë shtëpi. Të gjithë shtëpitë lushnjare hapën dyert për të pritur forca vullnetare edhe delegatin. Familja Vokopola, Libohovët, që kishin shtëpi më të mëdha, por të gjithë i hapën dyert. Edhe kjo duhet të vlerësuar. Kjo ishte organizimi, por mund të themi që ishin vënë enkas në përdorim edhe furri bukës, këtu mbrapa kongresit. Edhe kjo është një gjë e veçantë, por duhet të shkojë edhe te berberët, që ishin thirrur enkas të gjitha shërbimet. Gjithë shërbimet, këtu gjetën tesha të ngrohta, i marrën ushqimin gjitha. Edhe shtëpia, patjetër, që kanë dhe ata një rol kryesor fugët, duhet ta themi, Shaqir Fuga Qendrur jetë. Është firmëtar i pavarësisë se qyteti i Lushnjës, po jo delegat Kongresit Mjedorës, që mos keq kuptoheni, dhe duhet kujtuar dhe zonja e shtëpisë, kur ju drejtuan, i thanë që në shtëpinë tuaj e kemi zgjidhur për të zhvilluar mbledhjen e kombit. Ata kishin frikë se ushtrit italiane ishin vendosur aty kur shkolla Skënder Libohova. Pra sa janë Dhe gjatë 300 metra distancë. Dhe gjatë punimeve i kanë monitoruar. Dhe gjatë punimeve. Patjetër këtu ka qenë Chris Koala, kështu ishte kapiteni italian me 70 forca italiane të armatosur rënd, të cilët shikonin, por nuk po ndërhynin. Dhe edhe ajo miritë e saj që tha unë bëhem terrore për atë, le të digjem bashkë me fëmijët e mi. Pra edhe kjo këtu duhet vlerësuar, sepse të gjithë e harrojnë atë të shkret në zonën e shtëpisë, edhe unë duhet ta kujtoj. Pra janë vendosur emra, nuk kemi ndar askënd. Më vjen mirë që kujtohem, por sot dalin dhe thonë ka qenë dhe gjyshi. Mund të qenë shoqërues i dikujt. Ka pretendime. Nuk e vëm dyshim. Është një proces që ndodh. Numri i delegatëve nuk ndryshon. Te numri i delegatëve, unë ndoshta do ta them për kuriozitet, edhe për kolegun tim, ne kemi 56 delegatë dhe kjo nuk ndryshon. Të firmosur që ja dihen me emra, me foto, kush ka qenë. Por kanë dalë më mbrapa edhe delegatë të tjerë që janë zgjedhur në mënyrë të rregullt, por që nuk kanë ardhur në kongres. Unë nuk e di nëse në aspektin ligjor me domos ata janë delegatë, por nuk kanë bujtur, nuk kanë ardhur, nuk kanë firmosur vendimin e kongresit. Pra kemi dhe 6 të tjerë, por që nuk kanë ardhur. Për shumë Velia Shorva nuk erdhi fillimisht. Velia Shorva nuk erdhi fillimisht, u zvendësua. Për arsye sepse italianët e penguan. Po marrë dhe një tjetër,
me mbiemër Sanxhaku, Malish Sanxhaku. U përzgjodh në mënyrë të rregullt, sepse duhet të bërë në aspekti ligjor. Nuk mund të caktoj çimin dhe çmendin, por duhet ta bënte Këshilli Bashkiak, duhet ta emëronte, prandaj them që Kongresi i Lushit duhet trajtuar edhe në aspektin juridik. E morën këtë mandat. Dhe një tjetër është dhe kryetari i Bashkisë së Krujës në atë kohë, i cili u pengua nga diktatori, po e quaj sepse i till ashtu soll Mustafa Kruja, e pengoi, nuk e la të vinte në Lushë. E ktheu ato mjetin e tij, nuk do shkosh në Lushë. Dhe në dokumenta vetëm Kruja nuk mori pjesë. Pra të gjitha këto, unë nuk ja heq të drejtën, nuk jam as autoritet që mund të gjykoj, por them që qoftë është bërë në mënyrë të rregullt, në mënyrë ligjore dhe nuk kanë marrë pjesë, kjo është tjetër gjë pastaj. Në dokumentat janë flasin qartë. Protokolli është janë në nënshkrimet. Por duhet të thënë rolin. Për të kaluar te pyetja e radhës, si reaguan fuqitë e huaja ndaj vendimeve të Kongresit të Lushnjës? Sapo Kongresi mori vendime, zgjodhi gjithë drejtuesin e fuqitë e mëdha. Anglezët paktën nëpërmjet britanikët, nëpërmjet konsullit Eden, që mori pjesë edhe në mbledhjen dhe në bisedat në teqen e Karbonarës, i monitoroi dhe ka dhënë një raport të qartë në shërbimin diplomatik anglez për vendimet që u morën dhe për përfaqësimin e të gjithë, domethënë Kongresi i Lushnjës ai e pa me sytë e tij përfaqësonte gjithë vullnetin e popullit shqiptar. Ra autoriteti i qeverisë Durrësit dhe Lushnja bëri që italianët të tërhiqeshin pas zhvillimit të Kongresit të Lushnjës nga Shqipëria dhe u instaluan vetëm në Vlorë dhe në prapatokën e saj. Dhe pas vendosjes në 11 shkurt të qeverisë Sulejman Delvinës, kjo qeveri filloi të ushtronte autoritetin hap pas hapi në të gjithë Shqipërinë, derisa në fund të vitit 1920 çështja shqiptare u zgjidh, fuqitë e mëdha pas luftës së Vlorës pan se cili ishte vullneti i popullit shqiptar që shkoi deri në po përdor një term mbase tingëllon me reminiscencën e vjetër, por pse jo ta quajmë lufta e Vlorës ishte një popeh popullit shqiptar për mbrojtjen e integritetit të tij territorial. Pas futjes në gusht të vitit 1920 të forcave qeveritare në Vlorë pas festimeve popullore, fuqitë e mëdha, Italia hoqi dorë nga traktati i fshehtë i Londrës, automatikisht dhe pastaj kemi vendimin e ambasadorëve të fuqive të mëdha. Ish pjesëmarrës në konferencën e vendimin e Parisit vitit 1922, në mos gaboj të vitit 1922, e njeh zyrtarisht shtetin shqiptar sipas vendimeve të traktatit të fshehtë të Londrës 21.728 km². Ta plotësojmë çdo një detaj. Në 25 shkurt filloi tërheqja e ushtrive italiane. Italia ishte ende rrezikshme, mos ta neglizhojmë dhe as mos ta zbusim. Ishte ende rrezikshme. I kishte ende forcat këtu. Ata po bënin një tjetër lojë prapakrave të shqiptarëve. Po i jepnin përshtypjen gjoje po tërhiqeshin. Në fakt ata po rrethonin komplet Vlorën me prapatokën. Ndërsa për Shqipërinë prisnin vendimet e konferencës. Që nëse do ta merrnin mandatin, aty kishin trupat, e shtrinin prap. Por çfarë ndodhi? Këtu duhet të shtuar. Roli i Wilsonit. Është roli i Wilsonit. Jemi në mars të 20-s. Doli në tapet çështja e Adriatikut dhe çështja shqiptare. Wilsoni ndërhyn dhe lë që mbretëria serbo-kroato-slovene me atë italiane të merreshin me çështjen e Adriatikut për ta zgjidhur, ndërsa me çështjen shqiptare do të merreshin pak më vonë. Këtë shfrytzuan shqiptarët këtë periudhë, fundin e marsit e deri në gusht që bën shtet, dhe i larguan italianët me një kompromis, le ta themi, ishullin Sazan ja lanë, që ta mbanin. Se ata nuk tërhiqeshin, edhe e mbajtën ishullin Sazanit, si kompromis. Vetëm në tetor të 1944 se ka marrë shteti shqiptar ishullin Sazanit. Dhe kur ne jemi antarësuar në lidhjen e kombeve,
Ndërkohë që nuk na kishte njohur ende asnjë shtet, pyetja e parë që ka qenë ishte kush e kontrollon territorin shqiptar? Vetë forcat shqiptare. Këtu është roli i Wilsonit dhe roli i shqiptarëve, që e shfrytzuan shumë mirë këtë aspektin diplomatik për të bërë shtet edhe për të larguar fuqitë e huaja. Me shumë Mançuri u bashkua Shkodra, u bë traktati marrëveshje mund ta quajmë, marrëveshje Kapshticës me Greqinë. Me Greqinë. Edhe kjo Protokolli Kapshticës. u mor Korça sepse mbashin nga forca italiane, hyri dhe ajo në shtetin shqiptar. Pra problemi tani kishte ngelur çështja e Vlorës dhe u zgjidh me atë epopenë. Qershor. Ishte nga ndikimi i këtij kongresi që organizuan në Lushnjë. Ne faktorizuam, por patëm dhe një ndihmë që është në aspektin ndërkombëtar, që është ajo e Wilsonit. Këtu fillon Wilsoni kupton realisht kush ishin shqiptarët Dhe pasi përfundoi të gjithë këtë rol titanik të jashtëzakonshëm si kryeministër, Sulejman Delvina në dhjetor të 2020 dha dorëheqjen, që dhe dorëheqja e parë demokratike. Pra, Lushnja ka një ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimet demokratike të shtetit shqiptar, krahas atyre shtet formuese. Për të kaluar te një pyetje tjetër që është pak a shumë që të dy ju historianët i paske formuluar maraton. Më mirë për çka është në histori. Më mirë pyetjen t'ia bësh Ilirianit se këtu unë do kisha shumë nga ato vërtetë e mia, por nuk është këtë moment. Secili ka mendimin e tij. Patjetër. Si vlerësohet sot ky kongres nga historiografia shqiptare? Si e ndikon? Ju jeni të dy historianët, të dy keni mendimet e juaja. Shiko. Përpara çdo emisioni, çdo specialist i fushës, qoftë studios ose historian, do të shfletoj, do të vi përgatitur. Do të rifreskroj njohuritë dhe do shikoj dhe për zhvillime të reja. Historiografinë e gjithë kjo ligjërat, të gjitha këto ligjëratat tonat këtu bazohen tek punimet e historiografisë shqiptare, e cila e vlerëson kongresin e Lushnjës në tekste historike, juridike, në tekste shkollore. Me gjysmë faqe thotë, ky është vlerësimi që mund t'i bëhet. Për qeverinë e Durrësit të shkruan 2 faqe gjysmë, jam dëshmitar vetë. Nuk kemi ende një botim nga Akademia e Shkencave për kongresin e Të mirë fillt jo. Kemi vetëm një botim të 59. Të mirë fillt, por të sqarojmë që vlerësimi nga ana historiografisë zyrtare për kongresin e Lushnjës nuk ka munguar absolutisht. Duhet ta kishte bërë festë kombëtare. Asnjëherë. Ky s'është vlerësim. Është lënë pazore. Si pikërisht që nuk bëhet, thejë pak tek ajo që folë pak më lart. Si pikërisht nuk bëhet. Çaj mungon? Është hera e parë që marr pjesë, sepse çdo emision, çdo bisedë ka programin e hapur, të cilin e diskutuam, sepse edhe unë vurare paksa vjedhurazi, po e quaj në thonjza, pyetjet tuaja dhe nuk e keni trajtuar tek programi i hapur. Kjo del në mënyrë spontane dhe këtu jemi në Lushnjë. Juve jeni të dy qytetarë lushnjarë, do t'i lutem këtu të bani rolin asnjanës të moderatorit dhe të gazetarit. Le ta baj Nikua këtë. Unë e thash që ne i shpjegoni arsyeën pse? Problemi është dhe mund të futemi në diskutime pa fund, ky është diskutimi i parë dhe meqense doli nuk i ndruhem. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe që të mos jetë. Turë Shqipëria është shpallur shumë festa që janë pak të rëndësishme se sa është kongresi i Lushnjës. Dakord. Jemi, domethënë, unë ndodhem në një bisedë ku është shumë e ndjeshme. Unë përdora paksa humor që thash duhet të ruani rolin e moderatorit, por në fundit ju jeni një qytetar i Lushnjës, jeni një lushnjar, 24 karat, dhe kjo është një shqetësim, kjo është një problem që diskutohet herët në qytet. Pse jo?
për mua fare mirë mund të jetë një festë për rëndësinë, sepse ne nuk mund të kundërshtojmë ato që sapo tham pak më parë, por është pikërisht ky është një problem nga 20 janari deri ky është një problem, ky është një problem, edhe një problem lobimi, ndoshta duhet më i fuqishëm. Por është një problem që institucionet duhet të jenë më të ndjeshme ndaj këtij fenomeni. Ndërsa, për sa i përket, ajo që mua më intereson është pikërisht mungesa që ju evidentuat dhe që jam dakord e një monografie historike që flet për Kongresin e Lushnjës. Për Kongresin e Lushnjës, dhe pse jo, dhe kjo është dhe një kampan jo një kampan, jo alarme, po një kampan mos ta na shkalojmë, por ta mbajmë ne këtu. Është dhe për ne studiues dhe historianët, të cilët duhet të punojmë në të drejtim ose të lobojmë në institucionet tona përkatëse për një botim të tillë. Unë vlerësoj sepse ai është dhe i ftuar patjetër që ka atë, por si lushnjar mua më dhimbset historia e këtij qyteti dhe jo vetëm që shpreh atë revoltën time, por që mos të marrësh parasysh faktet dhe këto ngjarjet me kongresin që ka lënë që këto kemi këtë shtet që kemi sot, dhe kemi fal këtij kongresi. Dhe të më festosh gjërat e tjera që janë krejtësisht pa vlerë. Megjithatë, di çfarë qëllimi ka. Megjithatë, si lushnjar do ta kërkoj deri në fund, derisa kjo të bëhet festë kombëtare dhe unë nuk të rriqem. Zoti Gjika na e ke Unë nuk të rriqem. Sepse kjo është do të hyjë në lushnja dhe ju dy do ta kërkoni. Kjo është jo. E ndjeshme që unë e di këtu si ideja merrem me historinë e qytetit dhe më vjen keq që edhe në librat e historisë, po çuditërisht shumë pak për kongresin. Po jo vetëm atë, po marr dhe kalimin e Ismail Qemalit, që e përmendëm në dokumentarin tuaj. Po si mund të ma përshkruash një ditë e gjys me vetëm 4 rreshta? Kjo është e qëllimshme. Ishin këta myzeqarë, këta lushnjarë që e morën për sipër dhe e kaluan. Ka një farë a thua që sipas tani historisë. Po jo vetëm që do plotësuar, po do rishikuar dhe plotësuar. Për historikun e qytetit Lushnjës. Të po thua. Po është e shkurtuar, është dhe e qëllimshme, si mund ta lësh këtë gjë? Ishin këta lushnjarë që e morën për sipër garantimin e jetës së Ismail Qemalit. Dhe ti në librat e përmend vetëm me 4 fjali. Kjo është e qëllimshme. Kaloj këtu. Një ditë e gjys i kalon me 4 fjali? Po kongresin e Lushnjës? Në historinë e librit klas 4? Pra, është një kujtesë për histori shkruesit, institucionet që do të jenë më të vëmendshëm ndaj këtyre dy çështjeve madhore, jo vetëm të historisë lokale, po dhe të historisë tonë kombëtare, asaj moderne, udhëtimi i Ismail Qemalit përgjatë mërzëqes bregdetare nga fshati Çerm Biçak në Gërgderjen, në bregun e Shkumbinit dhe deri në jug në Vjos, kur ai kaloi në vaun e Mitholit dhe kaloi në bregun tjetër të Vjos dhe mbriti në datën 25 nëntor të vitit 1912 në Vlorë, duhet dokumentuar qartë dhe duhet sqaruar, ndërkohë që ekzistojnë një sër kujtimesh të shkruara qysh në vitet 20-30 të Lefnosit, të Qemal Karaosmanit, të Ferit Vokopolës, që kanë qenë dëshmitar të udhëtimit të Ismail Qemalit për në Vlorë. Këto nuk e vendosur në librat e historisë shqiptare. Pra kemi një anashkalim. Po kështu dhe në raport edhe me ngjarjen që po flasim, institucionet duhet të jenë më të vëmendshme sepse ka munguar një konferencë shkencore e mirëfillt për të pasqyruar zhvillimin e këtyre ngjarjeve, siç ka ndodhur me ngjarje të tjera madhore të historisë së Shqipërisë. Por le të shpresojmë, mos japim nota
unë për këtë jam. Nota pesimizmi jemi dhe revolte pranë 106 vjetor, nuk e di kur do ta bëjmë. edhe kjo bisedë e jona. Këtu është një bisedë që shërben si një lobing për Kjo është një thirrje. jo vetëm për Ata që marrin jo vetëm për vendimet. sepse ky emision përveç se transmetimit televiziv do të marrë një pasqyrim edhe në rrjetet sociale ku kemi një audiencë shumë të gjerë dhe që kemi edhe një reagim, jo vetëm të opinionit, një ndjekje, jo vetëm nga ana e opinionit, por edhe e institucionet. Të shpresojmë. Besoj që të gjithë janë pro kongresit, të gjithë lushenët e kanë firmosur peticionin, por nuk i di. Ti jemi optimist. Po të kaloj më tepër, po them që ti jemi optimist. Unë jam dhe për këtë që duhet të marrë iniciativa e zhvillimit me Akademinë për një konferencë të mirëfillt për kongresin. Për të kaluar të pyetja para fundit, cila është mesazhi që jep Kongresi i Lushnjës për ruajtjen dhe sonoritetin e unitetit kombëtar? Ju pyetët pak më parë për figurat e tij. Një nga figurat më përfaqësuese ishte edhe Hoxh Kadri Prishtina, kryetari i Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës, një komitet që qysh në fillimet e tij ka luajtur një rol të madh jo vetëm për konsolidimin dhe demokratizimin e tekstit historisë së Shqipërisë, për citoj, për demokratizimin e shtetit shqiptar, sepse këto dy kishte në program, por edhe për përzgjidhjen e çështjes kombëtare. Aq ishin mundësitë e Kongresit të Lushnjës, bëri maksimumin, ruajti shtetin anë të 1913-s dhe pjesëmarrësit e tij do të ishin protagonistët kryesorë të zhvillimeve të mëvonshme politike deri në luftën e dytë botërore, njerëz që sot vlerësohen si personalitete që kanë kontribuar në krijimin, konsolidimin, demokratizimin e shtetit shqiptar. Vetë ndjekja e shembullit të këtyre figurave, vlerësimi i tyre, nga ana e studiuesve, historianëve, e medias, e juve gazetarëve, trajtimi i tyre, gjithsesi si figura shumë dimensionale në librat e historisë, në monografi të veçanta, në emisione si ky sotmi, është shembulli më tipik që ndikon pikërisht te ky mesazh që ne të unitetit që ne i përçojmë në ndjekësve dhe teleshikuesve të televizionit Apollon. Do të thëra, kishte diçka ju? Nuk duam fjalë të Arnirës Temit. Nuk dua të hap fletë historisë, trimërisë klasike i përgjigjet Lushnja e para dhe Vlora, ose dipi i dytë i patriotizmit. Unë mendoj që mesazhi është shumë i fortë. Kongresi është bashkues. I tregojmë mbar botës që shqiptarët po të bashkohen, bëjnë mrekulliera, bëjnë shtet. Dhe këtë e tregojmë këtu. Pres që një ditë ky kongres të marrë vlerësimin e duhur. Në fund themi e ke bërë thirrjen pikërisht nga një vend historik, nga salla ku morën vendimet, ku morën pikërisht këto vendime dhe them që ky është mesazhi më i mirë. Vlerësimi i Lushnjës është vlerësim i historisë, është vlerësim i Shqipërisë, është vlerësim i sovranitetit, i shtetformimit, i demokracisë, i progresit. Për të kaluar të pjesët e fundit, në fund historia themi nuk zbehet, por mësohet, ruhet dhe ndërtohet. Keni diçka? E keni shprehur shumë bukur. Do të kërkoja ta lexoni dhe ta përçoni një mirë si mesazh. Kjo është pikërisht mbyllja e këtij emisioni. Edhe një herë, ju lutem. Për të thënë, për të qenë më korrekt me shikuesit. Në fund, historia nuk zbehet. Nuk zbehet. Por mësohet, ruhet dhe ndërtohet. Jam shumë dakord, sepse në të kaluarën kemi pas dhe me reminiscenca dhe ndoshurje të shtetit autoritar komunist në
tjetërsimin e figurave, tjetërsimin e ngjarjeve, parjen në disa aspekte të veçanta selektive, ndërsa ju e keni shprehur shumë bukur. Dhe ndërtohet në mënyrë të mirëfill që të mos zhbëhet më. Dhe themi se një gjë të tillë e kemi realizuar pa patur pretendime të mëdha, por në mënyrë modeste dhe në këtë bisedë sotme. Ju zoti Vera, keni diçka? Është e qelluar. Është e qelluar. Nuk po e shtoj më tepër. Thjesht unë mendoj që i gjithë mesazhi është shumë i mirë dhe përçues për teleshikuesit. Dhe është dhe një vendim demokratik që po e marrim në mënyrë kolegjiale, ashtu siç janë vendimet e kongresit të Lushjes. Unë nuk ngel gjë tjetër veç thjesht tu falenderoj të dyve si historian, që ishit pjesë e këtij emisioni të parë për të rikthyer përsëri bashkë në emisionin e Kongresit Arsimor përsëri në qytetin e Lushjes, lushnja e 2 kongreseve, ose lushnja në Myzeqe, lushnja e 2 kongreseve. Faleminderit për sondet të dashur shikues. Ne takofshim në emisionin e ardhshëm.